Për një qëndrim apo politik bëhet një kryeministër nuk mund të cënohen raportet gjeostrategjike SBA, Kosovë dhe rajon. E tash, shumë për shembull sot e kishin marrë nga zemra se djali i Trumpit vizitoi Vučićin. Po në vogël që vizitoi. Çfarë do të thonë? Politika amerikane, shtetërore amerikane dhe politikat e individëve pasi shlirohen nga detyra ose ku janë biznesmena, ku ta diun çka janë, eventualisht nuk lidhen me politikën amerikane. Absolutisht nuk lidhet politika e djalit Trumpit me politikën e presidentit amerikan Trump. Sepse ai ka 3 filtra institucional, shtetëror, Kongres, Senat dhe Gjykata Supreme për me kalu një vendim në implementim. Kurse këtu janë vizita shefi kurtoazia dhe nuk e di pse u mundu të na me dhoni konotacion, gjithmonë ato dilemat me prodhu konspiracione se kemi jetu si duket në kupim gjatë edhe kemi vuj gjithmonë prej asaj a thu çfarë zhvillimi është që se kanë pa i tregtar të folë me policën në rrugë. Ai ndoshta prej zojt ka folë se ka pas me kalu i mallaj diçka. Pro, na nuk duhet me pa këtu, me dramatizu. Gjeostrategjia amerikane për rajonin është e përcaktuar me vite përpara, nuk ndodh ad hoc ajo punë. Gjithmonë kanë alternativën B, C, D, sito që të ndryshojnë rrethonat, ata janë aty. Prandaj, unë nuk e shoh këto si shqetësim, edhe qëndrimet e tij. Për mua ma shqetësuese ishin për shembull në Bosnjë, se tash frika më e madhe është tek raporti SBA dhe Ukrainë e Rusi, lufta. Ato ndryshimet që ndodhen aty, ndalja e mbështetjes. Pastaj inkurajimi Kremlinit se tani do të detyrohet Kievi të kërkojë një rrugë për paqe. Është rrezik mu instalu një standard i ri në drejtën ndërkombëtare. Cili është ai? Se përmes agresionit dhe forcës, pra arma më bë instrument i imponimit të paqes. Ndron realitetin terren. Pra, kjo është shqetësuese edhe për drejtën ndërkombëtare. Kjo është rreziku për shembull në Bosnjë, kishte qëndrime të prera, Senato nuk do të lejoj prishjen e paqes, e tjera të Daytonit. Mirë po, hajde të shohim realitetin. E ke një qëndrim të Republika Sërbë dhe do dikë që ka miratu ligje me cilat nuk vendosht, mos i lejoj të operojnë as gjyqëtorin dhe as policinë e shtetit, këtë rast, në teritorin e Republika Sërbësës. E ke një vendim Gjykatës Supreme që i shfuqizon gjoja këtu, edhe e denon këtë dhe pasoja juridike është mos ushtrimi i pozitave zyrtare, institucionale. Dhe ke qëndrimin e këtij prap, se une do t'i neglizhoj edhe si marrë për bazë. Dhe se nëse vinë forcat federale, tash me quj kushtetimisht Bosnës, në teritorin e Republika Sërbë, si teritori Bosnës, kushtetues, do të ketë përplasje me policinë. Tash, mes deklarates dhe realitetit, ku qëndron situata? Kjo është shqetësuese në kontekst të standardit 3. Shife nëse kalon SBA-ja në stabilizimin e situatave të konfliktit, siç është Rusi-Ukrainë, përmes traktateve me rivalet, në këtë rast në Rusi, atëherë hyjmë në një epokë pa sigurie, edhe Bashkimi Evropian, edhe mbar bota. E në kontekst kësaj unë po them se po rrit ambicia e Serbisë ta zon. Se kjo është rrezik për shtetet që antes janë të konsoliduar tërësisht, ose që edhe janë të konfirmuar për shembull gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë së drejta jonë suverenitet. Por çka nëse vendoset ky standard që po vlen tash të tazom në Ukrainë? Edhe pse unë besoj se atje prodhoi vet Zelenski, udhëheci i Ukrainës, i cili u tregu jo mjaftueshëm i mençur në takimin në Washington. Kur e voton një komedian për president, i ki edhe do penala, nuk i vetë situata. Imagjinoj e sikuraj vetëm të ishte sjell si presidenti Ibrahim Rugova ose Nën Tereza. Edhe të thoshte veç një fjalë shumë. Ti sill Zelenski si Rugova. Ose si Nën Tereza. Dhe ta thoshte veç një fjalë. Ju lutem shpëtoni popullin dhe shtetin tim. Nuk e di a ka nevojë të komentohet